Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për të gjithë ju. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe do doja të ftoja të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do flasim pak në të përgjithshmen. Në lidhje me këtë javë është një javë ndryshimesh, transformimesh të thella deri në datën 16 që është edhe hëna e re, por jeni në një proces shërimi, jeni në një proces ku ju dëshironi të lini mbrapa ato barrat e rënda që keni mbajtur deri në këto momente. Është sepse kemi edhe retrogradin e Plutonit që është në Ujor dhe do ketë ndikime shumë të forta gjatë kësaj jave që ka filluar që në datën 5. Gjithsesi është një periudhë ku ju do të jepni fund disa situatave për të rilindur përsëri. Ose diçka që nuk funksionon më, duke i lënë mbrapa dhe duke bërë fillime të reja. Është një periudhë ku ju do filloni të rindërtoheni nga ana psikologjike, në lidhje me bllokime emocionale, në lidhje me frikra, me bindje që ju mund të keni pasur, ose është një javë që mund të nxjerrë dhe ato anët tuaja më të errta, të cilat kanë nevojë për shërim dhe për një çlirim emocional që mund të jenë diçka e rrënjosur thellë në brenda psikikës tuaj. Gjithsesi, është një javë ku ju përgatiteni për të ardhmen, do rigjeneroheni dhe do arrini të stabilizoni situata të ndryshme. Është një transformim psikologjik në jetën e përditshme, në lidhje me krijimin e marrëdhënieve. Ju do jeni më autentik mbas mbylljes këtij retrogradi që është në datën 16, që ndoshta ka qenë dhe një periudhë shërimi për gjithë ju, ose do vazhdoj të jetë deri në datën 16, por ky proces ndodh që ju të jeni gati në lidhje me fillimet e reja që ju dëshironi të bëni. Do ketë ndryshime të mëdha, por do jenë ndryshime që do vinë me vetëdije për të ardhmen tuaj. Këto mund të jenë ndryshime nga ana emocionale, ndryshime nga ana psikologjike, ju do rivlerësoni situatat, rrethanat, çfarë do lloj gjëje që ju keni qenë që keni pas në jetën tuaj dhe këtë do ta bëni për të pësuar një lloj ndryshimi dhe për të ecur përpara. Me hënën e re ku do ketë dhe fillime të reja. Gjithsesi, është një javë ku ju do ta gjeni forcën për t'i bërë të gjitha këto, pasi përfundon edhe ajo retrogradi i Plutonit në fund të kësaj jave, dhe është një javë ku ju do pastroni lidhjet emocionale që nuk ju kanë shërbyer më, ose për të rivlerësuar veten tuaj, për të çliruar nga emocionet negative, ose në lidhje me pjesën më të errët që keni brenda vetes tuaj, me gjëra që ju kanë qenë një barë i rënd në lidhje me ju. Gjithsesi, do shohim në lidhje me të gjitha shenjat e horoskopit, do flasim për të gjitha shenjat me radhë. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Dashit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që vjen në lidhje me shenjën tuaj. Dhe kemi energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të zjarit. Ju mund të keni edhe ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni edhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, në fillim të javës ju shoh që sikur keni nevojë të qetësoni, jeni shumë të mbingarkuar nga ana psikologjike. Dhe kjo gjë këtu ju këshillohet një pushim. Ju mund të jeni të mbingarkuar
në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose ju dëshironi plagë të vjetra dhe keni nevojë për një pushim për t'i dhënë një kuptim më të mirë njofjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve që ju keni. Por gjithsesi, ju shoh që në mesin e javës, dhe kjo ka lidhje si në lidhje me anën ekonomike, me punën, dhe me situata të ndryshme që ju mund të keni pasur. E rëndësishme është që këtu ju këshillohet të bëni një pushim për t'i dhënë zgjidhje çështjeve dhe situatave që ju mund të keni pasur, ose për të vënë një drejtësi në lidhje me çështjet dhe situatat tuaja, ose për të vendosur një lloj ekuilibri në jetën tuaj. E rëndësishme është që unë shoh që në mesin e javës ju do dilni nga kjo situatë, do filloni të jepni zgjidhje në lidhje me një person, me një dashuri, në njofit, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe në fund të javës ju shoh që ju i lini mbrapa të gjitha këto, duke u çliruar dhe duke menduar për të ecur përpara. Dhe kjo ka lidhje për të ecur përpara në lidhje me një dashuri, ose në lidhje me punën tuaj, me anën tuaj ekonomike, në lidhje me fëmijën tuaj, me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje dhe me institucionet shtetërore, mund të kenë lidhje me gjykatat, me prokurori, diçka që mbyllni. E mbyllni dhe shoh që ju do lini mbrapa në fund të javës, do jeni gati për të ecur përpara në lidhje me gjithçka. Është një javë fantastike, një javë çlirimi, ku ju i jepni zgjidhje situatave, vini një drejtësi dhe ju do lini mbrapa gjithçka për të ecur përpara. Keni nevojë për një pushim, ndoshta të shëroni dhe plagë nga e kaluara, ose një shërim shpirtëror që ju t'i jepni zgjidhje gjithçkaje. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Erdhi një energji fantastike. Unë shoh këtu jemi të energji e shenjave të zjarit, energji të shenjave të ujit dhe energji e shenjave të zjarit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me personat të këtyre shenjave. Gjithsesi është një javë ku ju do filloni të stabilizoni situatat. Në lidhje me një person, të keni një takim, shoh që do harrini ta stabilizoni një situatë në lidhje me njofjet, duke u çliruar nga situatat më parshme ose nga probleme dhe situata që ju mund të keni pasur. Dhe shoh një sukses këtu, shoh që ju harrini të stabilizoni njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh përsëri takim në mesin e javës, disa për jush mund të finalizoni një njofje ose lidhje, ka ardhur momenti, dhe shoh një transformim të madh në lidhje me ju, edhe pse mund të jetë diçka e ngadalt, por ju shoh me qëllime në veten tuaj. Në fund të javës, ndërsa për pjesën tjetër, ju do harrini të stabilizoni gjithçka në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me punën tuaj. Shoh shumë festime këtu. Ndërkohë, shoh që ju do harrini stabilitetin nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me gjithçka tjetër që ju dëshironi. Dhe në mesin e javës, ju shoh që një pjesë prej jush, ose do keni një person që do t'ju mbështesi, është një person dashamirës, për pjesën tjetër shoh që hyni në partneritete, por keni dhe takimet të bukura romantike në mesin e javës, ose me një person që ju e keni, jeni në një njofje ose në lidhje, ku edhe mund ta finalizoni këtë gjë. Dhe në fund të javës shoh që i vendosni qëllime vetes në lidhje me dashurinë, në lidhje me partneritete të ndryshme që do keni, në lidhje me këtë stabilitet që ju dëshironi ta keni në vazhdimsi, por në rastin tjetër shoh që ju nuk e duhet keni kujdes nga një person që keni afër, sepse është një person jo dashamirës në fund të javës. Në mesin e javës keni mbështetje nga persona dashamirës, por në fund të javës mund të jetë një person që është jo dashamirës në lidhje me ju. Gjithsesi, ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me kontrata, me bashkëpunime, me partneritete të ndryshme, dhe shoh një javë fantastike për ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj.
Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë, por edhe në lidhje me energjitë shenjave të tokës përsëri. Ose ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi në fillim të javës, ju shoh që jeni më me këm në tokë, jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një njohje. Për pjesën tjetër, për të çliruar nga çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni pasur mbi ngarkesa psikologjike dhe ju shoh që keni nevojë për një pushim. Po mendoni vërtet që të bëni një pushim. Ndoshta për të lënë mbrapa dhe për të çliruar nga goditjet që keni marrë ose në lidhje me disa situata që ju kanë stresuar, ju kanë tensionuar. Kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me dashurinë, me një person, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër ka lidhje me studimet tuaja ose edhe në lidhje me shëndetin tuaj. Duhet keni pak kujdes me shëndetin, mund t'i keni nevojë të shëroheni, dhe këtu flasim nga ana psikologjike, sepse ju shoh në fund të javës, ju keni dhënë shumë, por keni marrë pak, jeni ndjerë të pavlerësuar dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të jeni duke menduar shumë seriozisht, dëshironi të shëroni veten dhe në fundjava ju sjell ide për veten tuaj, për të ecur përpara, për të çliruar nga çështjet dhe situata të ndryshme, por edhe për të pasur një lloj ndryshimi, një lloj transformimi në jetën tuaj, duke lënë mbrapa të gjitha llojet e pakënaqësive që mund të keni pasur. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me punën, në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me familjen, me fëmijët tuaj. Në rastin tjetër ju shoh që është një person që ju mbështet që në fillim të kësaj jave. Është një person që mund t'ju mbështesi ose duke ju këshilluar ose mund t'ju mbështesi dhe nga ana ekonomike. Por shoh që keni nevojë për një pushim, të çliroheni nga çështjet dhe situata që ju kanë ngarkuar nga ana psikologjike dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë situatave. Dhe unë shoh që në fund të javës do lindin ide për të bërë këto ndryshime të nevojshme që ju dëshironi të bëni. Dhe kjo ka vlerë në çfarë do lloj situate që ju mund t'jeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Gjithsesi kemi të bëjmë me kartën e botës që ka 4 energji, kemi energjinë e shenjës së Demit, shenjën e Akrepit, shenja e Virgjëreshës dhe shenja e Luanit. Gjithsesi këtu kemi planet Saturnin, kemi dhe energjinë e Briciapit, por keni të bëni me energjitë shenjave të Zjarit dhe shenjave të Ujit, që jeni dhe ju vetë. Gjithsesi në fillim të javës shoh që ju çliroheni, mbyllni një situata nga e kaluara, një çlirim nga barat e së kaluarës tuaj. Dhe kjo mund të ketë lidhje në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe është mbyllja një cikli të vështirë, një çlirim i vërtet në lidhje me ju, për të bërë fillime të reja. Mund të mbyllni një cikël të vështirë në lidhje me punën, me familjen, me shtëpinë. Kjo mund të ketë lidhje me pronat, mund të ketë lidhje me parat, por janë situata nga e kaluara. Mund të ketë lidhje në lidhje me marrëdhëniet, me intimitetin tuaj. Gjithsesi unë shoh një çlirim, shoh fillime të reja në lidhje me ju dhe në mesin e javës mund të ketë lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi në mes të javës ju shoh shumë luftarak, edhe pse do jeni të kapur mbas shumë, do t'ju kapin shumë detyrime ndoshta ose shumë gjëra që ju mund të keni, ju përsëri do jeni duke luftuar ose do t'regojni shumë luftarak në lidhje me gjithçka për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Gjithsesi shoh një çlirim, do jeni shumë luftarak si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet,
në lidhje me një pronë, në lidhje me parat, në lidhje me fëmijët tuaj, ose në lidhje me punën tuaj. Dhe edhe pse do keni pengesa, ju do t'ja dilni. Dhe në fund të javës, unë ju shoh në festime. Për pjesën e personave që janë beqar, mund të njihni një person në një grup shoqëror të vogël, ku ju mund të dilni të pini diçka dhe aty shoh një person që e njihni. Por mund të haseni në pengesa në lidhje me këtë person, por ju do t'ja dilni me këtë person. Ose ju mund të zbuloni dhe ndjenjat tuaja të vërteta në lidhje me një person që është person i shoqërisë tuaj. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje në lidhje me punën, ku aty ju mbyllni diçka nga e kaluara, në lidhje me një pronë, në lidhje me parat, me anën tuaj ekonomike, edhe pse do keni për disa pengesa në mes të javës, ju do t'ja dilni me sukses. Dhe shoh që në fund të javës keni festime. Mund të jenë festime në familje, festime me një person të caktuar, mund të jenë festime në shoqërinë tuaj, por edhe në lidhje me këtë çlirim të madh që do keni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë fillojmë në lidhje me ju. Kemi energji të shenjave të tokës, kemi kullën këtu, kemi energji të shenjave të zjarit. Ju mund të keni ascendenten ose anën në këto shenja. Në lidhje me dashurinë, ju shoh shumë të mbyllur. Nuk e di, por ndoshta ju mund të keni kaluar situata që nga e kaluara, që keni marrë plak të vjetra në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose mund të keni pasur edhe çështje të pazgjidhura brenda marrëdhënieve tuaja dhe unë shoh që ju do t'rregoheni të mbyllur gjatë fillimit të javës. Por për një pjesë tjetër, ndoshta ju keni frikë dhe nuk dëshironi të ndryshoni diçka dhe t'rregoni të mbyllur në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet për të futur në një njohje. Për pjesën tjetër, shoh ndryshime të mëdha që do vinë, diçka që nuk funksionon dorëzohet për të ndërtuar gjëra më të sigurta në lidhje me gjithçka. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër mund të ndryshoni lukun, mund të ndryshoni punën, po përsëri ju shoh që tregoni të mbyllur ndaj ndryshimeve. Duhet të jeni më të hapur në lidhje me ndryshimet që vinë në jetën tuaj, sepse janë ndryshime që vinë për mirë. Nuk duhet të tregoni kaq të mbyllur. Sikur keni mbyllur syt, nuk dëshironi të shihni gjërat dhe nuk dëshironi të bëni këto ndryshime të mëdha rrënjësore, edhe pse këto do jenë shumë janë të detyruara, sepse kemi Plutonin aty që lëviz në retrograd. Dhe ju mund të keni frikë në lidhje me këto ndryshime. Por në fund të javës unë shoh që i vini qëllime vetes. Ndoshta për të ndërtuar një njohje ose një lidhje më të sigurt, ju japi siguri në të ardhmen. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju mund të jeni në një fazë, domethënë, ku merrni disa para, mund të jenë disa para që mund të vinë nga vendi punës ose nuk e di, por është një shumë e mirë parash, do mendoni ndoshta edhe të investoni diku, të bëni një ndryshim të madh, ose në rastin tjetër të hiqni disa kursime, por gjithmonë këto parat do jeni duke menduar për të ndryshuar diçka në ekonominë tuaj. Dhe në fund të javës ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Këto ndryshime mund të vinë te vendi punës, në lidhje me fëmijët, nga ana ekonomike, në lidhje me kontrata të ndryshme që mund të keni, që dëshironi të bëni, ose të ndryshoni një vend pune, një kontratë ose diçka tjetër, dhe unë shoh që në fund të javës ju jeni gati, sepse ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me gjithçka. Dhe jeni te energjia juaj këtu, ju gjeni forcën për të ecur përpara. Dhe shoh që do jeni shumë karizmatik gjatë fundit të javës, ndoshta në lidhje me dashurinë te vendi punës, ose do jeni në grupe njerëzish. Por gjithsesi është diçka që ju ndoshta do nxirrni dhe të vërteta në dritë gjatë fundit të javës, edhe pse mund të jetë diçka e dhimbshme në lidhje me një ndryshim të madh që dëshironi të bëni, por kjo shërben që ju vërtet i vendosni qëllime vetes
të ndryshoni diçka që nuk ka funksionuar dhe nuk ka nesur gjërat ashtu si ju dëshironi, në lidhje me çfarë do lloj situate. Nuk është e nevojshme që t'i përmendim të gjitha situatat, kjo ka vlerë në lidhje me gjithçka që ju e ndjeni dhe e dini shumë mirë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Luanit. Kemi energji të shenjave të tokës dhe kemi energji të shenjës së Shigetarit. Gjithsesi ju shoh që është një mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës, ju shoh që ndoshta ju ndiheni të dashuruar me një person, mund të ndjeni një situatë vlerësimi të padrejtë nga ky person, por gjithsesi ju do filloni të tregojnë të mbyllur ndaj dashurie, sepse shoh disa prej jush mund të jeni edhe me një person që ndoshta të tretë në jetën tuaj, më thënë në një marrëdhënie ose në një njohje. Gjithsesi kjo është për një pjesë specifike, askush nuk duhet i marrë personale këto lexime, sepse janë të përgjithshme. Dhe shoh që ju do mbylleni ndaj dashurisë. Ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me një person që jeni në njohje, në rastin tjetër mund të jeni në lidhje ose në marrëdhënie, ose ju i keni mbyllur sytë dhe mund të mendoni ju që ky person mund të ketë dikë tjetër në jetën e vet. Gjithsesi, shoh që keni bërë shumë durim. Në lidhje me këtë, edhe pse gjërat janë negative, ju mundoheni t'i trajtoni pozitivisht dhe t'i shikoni më pozitivisht, ndërsa në rastin tjetër mund të ketë lidhje me një zhgënjim, me një lëndim, një personi tretë, nuk e di, që dëshiron të ndërhyjë në jetën tuaj. Dhe kjo mund të ketë lidhje si në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me punën, ose në lidhje me gjithçka tjetër që ju bëni. Mund të ketë lidhje me shoqërinë, te vendi punës. Gjithsesi unë shoh që ju tregojeni të mbyllur ndaj kësaj situate, sikur nuk dëshironi ta ndani me persona të tjerë. Dhe ju shoh në fund të javës përsëri sikur keni bërë aq shumë durim saqë jeni duke menduar ose më tepër do t'i shihni gjërat pozitivisht, domethënë edhe pse mund të jenë gjërat kaq ashtu si i mendoni ju, ndoshta pak negative. Në rastin tjetër ju shoh që mund të futeni në një partneritet, do merrni disa para, duhet keni kujdes nga një person i tretë që mund të ndërhyjë në këtë partneritet. Ky është një partneritet shumë i mirë. Ju keni mbyllur syt sikur nuk dëshironi ta pranoni këtë gjë, mund të them. Ndoshta në lidhje me disa parate, vendi punës, në lidhje me një investim që dëshironi të bëni, por në fund të javës përsëri shoh një situatë që ju edhe pse se në mes të javës sigurisht jeni mbyllur sy dhe nuk i shikoni situatat siç janë, në fund të javës ju shoh që ju do t'i lini mbrapa këto situata, ndoshta pak të vështira, do filloni të mendoni më pozitivisht për jetën, do keni një energji më pozitive, ndoshta ju do keni atë, mund të keni pas dhe mungesë vetvlerësimi, se ju shoh që tregojeni keni pas gjëra të errta në veten tuaj, por unë shoh një çlirim ku ju do filloni të shikoni gjërat në një këndvështrim tjetër, me një pozitivitet, me një energji më pozitive, duke dalë nga këto situata të mbyllura që ju mund të keni pasur. Këtë mund ta merrni gjitha çështjet dhe situatat në lidhje me dashurinë, me familjen, me punën, nga ana ekonomike, por edhe me çfarë do lloj çështje që ju keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.